Do të shohim pak tani për atë që fola pak më herët, një insert që na fut pak më në brendësi të atij lajmi dhe atij zhvillimi që lidhet me shtrëngtimin e biletës së transportit urban. Rikthehemi për të diskutuar këtu në studio se çfarë impakti do të ketë pikërisht ky ndryshim. Udhëtarët e linjave të autobusëve Kamës-Tiranë dhe Paskuqan-Tiranë do të paguajnë 10 lekë më tepër të biletës, nga 40 në 50 lekë. Operatori privat kërkoi rritje me 25% dhe Këshilli Bashkiak i Kamzës e miratoi këtë kërkesë. Në të njëjtën mbledhje u miratua dhe rritja abonesë mujore nga 1.200 në 1.400 lekë, një ndryshim prej 17% që prek vetëm këto dy linja. Aktualisht, në Bashkinë e Kamzës funksionojnë rreth 8 linja urbane, të gjitha të menaxhuara nga operator privat. Ndërkohë, në Bashkinë e Tiranës funksionojnë 16 linja urbane, të cilat mbështeten financiarisht nga bashkia përmes subvencioneve për pensionistët, studentët dhe një kompensim prej 10 lekësh për çdo bilet. Por, a do të rritet bileta transportit urban edhe për linjat e tjera? Këtë e zbuloj në studio. Dhe jam në studio me Dashnor Mema, Zonja dhe Zotrin, që është kreu i shoqatës së transportit publik në Tiranë, për diskutuar pak pikërisht për këtë rritje, që vlen vetëm për linjat në drejtim të Kamzës dhe të Paskuqanit. Do të ketë një shtrëngtim prej rreth 10 lekësh për qytetarët të cilët bëjnë këto itinerari gjatë përditshmërisë tyre. Dashnor, mirëmëngjes, mirë se vjen, faleminderit që je këtu dhe dua të të pyes më një herë për arsyet e shtrëngtimit të kësaj bilete. Janë vetëm 2 linja specifike të cilat do të kenë një rritje të çmimit. Pse ka ardhur kjo rritje? Tashmë, në fakt, grupi interesit dhe shoqata e transportit prej 4 vitesh apo më shumë vite kanë kërkuar nga institucionet që të ketë një plan masash për transportin publik, se si duhet funksionojë edhe ku do të ndërhyjet. Një ndër arsyet më kryesore të funksionimit të transportit publik duhet të kenë impakt ekonomik dhe ndërhyrje ekonomike. Kujtojmë këtu që Bashkia e Tiranës prej më shumë se 3 vitesh ka një subvencion për transportin publik, bashkitë e tjera jo, kryesisht Kamza në këtë rast jo. Grupi interesit paraqiti plane dhe artime biznesi, gjendjen financiare të operatorit të moment, situatën e vështirë ekonomike, sepse situata e kostove po e të kalojnë të ardhurat dhe do të kishim një kolaps ekonomik për operatorin, por një mungesë shërbimi për qytetarët. Nga diskutimet e të rrezat e përbashkëta me Këshillin Bashkiak, ne kërkuam subvencion të transportit publik në pamundësi financiare për të mbuluar subvencionin e transportit publik për shkak buxhetit Bashkisë Kamës, u mendua dhe u gjet zgjidhja që do të rritet bileta e transportit publik vetëm për 2 linja të cilat kalojnë mbi 8 kilometra. Në këtë rast është linja Kamës-Tiranë dhe Paskuqan-Tiranë, që janë 2 linjat në Tiranë të cilat kalojnë gjatësim për 8 kilometrash. Këto janë 2 linjat më të gjata në qytetin e Kamzës, sepse qyteti i Kamzës ka 8 linja urbane, për pjesën tjetër nuk është rritur çmimi i biletës as i abonesë. Nuk kanë vlen të theksohet edhe nuk ka ndryshuar as çmimi i abonesë përditshme, që për mendimin tim kjo nuk është një zgjidhje, sepse ose duhet subvencionohet ose duhet ndryshohet, do të shkojë paralelisht me çmimin e biletës, për shkak të se aboneja është një zgjidhje edhe për qytetarin, mund të marrë një abonet përgjithshëm dhe të lëvizë në gjitha linjat. Në moment që ti nuk ke një çmim relativisht të mundshëm për të ofruar abonet përgjithshëm, natyrisht edhe qytetarët pastaj do të krijojnë edhe rradhë për të marrë abone, edhe një situatë më e vështirë për ta. Çfarë impakti ka, Dashnor, një shtrëngtim prej 10 lekësh e biletës? Me çfarë arsye vjen? Arsyet janë ekonomike dhe mungesa e subvencionit të transportit publik nga ana e institucionit vendor në këtë rast. Qytetarët në momentin që bëhen ndryshime të tilla vendosen në dieni përpara apo thjesht janë përpara faktit kryer që çmimi do të jetë kaq? Me informacionet që kam si grup interesi në këtë rast edhe si përfaqësuesi shoqërive të transportit, në takimet tona kemi patur me këshilltarët e Bashkisë Kamës dhe me grupet e ngritura për të menaxhuar situatën e transportit publik. Nga diskutimet dhe nga një analizë e thelluar kohës faktike, në çdo moment dilte që transporti publik duhet subvencionohet, edhe ajo që është kërkuar nga operatorët ka qenë një formë tjetër, le të themi, e subvencionit apo edhe çmimeve të tjera, sepse ne kemi kërkuar që të preket edhe aboneja përgjithshme në nivel të biletës. Operatorët e tjerë, cilët janë në Bashkinë Kamës, edhe ata kanë kërkuar çmim të
të njëjtë siç janë dy linjat, për Këshilli Bashkiak dhe grupin i ngritur për këtë punë, bashku me ne, menduan që vetëm për dy linjat më të gjata, që janë 8 kilometër, të ketë një ndryshim çmimi. Natyrisht 10 lek është me TVSH, që do të thotë është çmimi i rritur për operatorin është vetëm 8.3 lek, sepse TVSH zhvishet në momentin që ne marrim një bilet pa TVSH, kryejmë dhe e shesim me TVSH. Ke mundur të shohësh reagimin e qytetarëve pas këtij lajmi, si e kanë pritur ata? Duke qenë se transporti publik ka qenë edhe vazhdon të jetë një krizë tekstuar për të ofruar shërbim për mos lënë qytetarët le të themi për të pritur më shumë me kohë më të gjatë autobuset, është e menduar dhe është dashur ndërhyrja nga me rritjen e çmimit bilete, sepse ndryshimi i çmimit fundit ka qenë 2016, që do të thotë nga 2016 deri sot janë 10 vite që kanë kaluar. Jemi koshient unë e çdo kush e çdo qytetar tjetër që para 10 vitesh nuk marrim asnjë nga produktet e shportës me të njëjtën çmim. Po nuk janë as pagat po në njëjtën nivel, sepse kujtëm 2016 paga minimale ishte 22.000 lekë, sot është 40, me 1 janar pritet shkoj 50, që do të thotë është dyfishuar edhe paga minimale. Janë rritur edhe shpenzimet e mirëmbajtjes karburantit e kështu me radhë. Gjithë këto faktorët që mbajnë në këmbë këtë sektor, e padyshim mund është edhe ndërhyrja me një çmim, mendoj unë jo çmim siç të rëndoj qytetarët shumë, sepse është 10 lek nga për 10 vite 10 lek është rritur çmimi i biletës, nuk është një çmim që realisht nga diskutim që kemi patur i ka tremur edhe qytetarët edhe i ka friksuar. Padyshim që çdo një lek kudo ku të shtohet edhe të karburanti ndikon drejt për drejt në xhepin tonë. Pra duhet kemi një transport publik. Po, nëse ti nuk ke një subvencion si institucion, patjetër që duhet mekanizma të tjerë financiar për ta mbajtur në këmbë dhe për të funksionuar transporti. Ajo që duhet nga institucionet në fakt është edhe ndërhyrja në infrastrukturë, jo vetëm në aspektin ekonomik. Ne tashmë jetojmë në Tiranë dhe shikojmë se sa trafik është. Na duhen kursitë dedikuara, sepse nëse autobusi do të lëviz me një shpejtësi më të lartë, unë si qytetar nuk do më mendojmë dy herë të marr apo mos marr makinën personale, nëse transporti ka kushte të mira, unë më përdor transportin publik, mund të ketë gëshetim linjash. Nëse kursitë dedikuara nuk do të bllokoheshin nga makina private, rastësore, pra janë një sër problematikash. Unë dua të vi pak tek problemi i trafikut, megjithatë një pyetje që qytetarët me të drejtë ngrenë në momentin që shohin që ka një rritje të çmimit është a përmirësohet diçka në infrastrukturën e brendshme të autobusëve, pra a përmirësohet jeta e tyre ndërsa ata udhtojnë me autobusat në Tiranë apo në qytete të tjera, sepse ju e dini shumë mirë problematikën që haset sidomos gjatë muajve të verës me problemin e mos funksionimit të sistemeve të ajrimit apo të kondicionimit, çka e bën shumë të vështirë dhe gati të pamundur udhëtimin qoftë edhe për itinerare distanca të shkurtra të qytetarëve. Kuptoj. Situata për 10 lekëshin është situatë që ne nuk na bën të ndryshojmë strukturën tërësi të transportit publik. Ne nuk mund të flasim që e 10 lekësh do të na bëjnë ne që të ndryshojmë, të bëjmë kursitë dedikuara apo të bëjmë stacione ndërmjetme, këto janë ana institucioneve që duhet marrin masa për të bërë diçka të tillë. 10 lekësh mban në këmbë transportin publik, funksionon me orare dhe caktuara, me autobusat e caktuar, sepse sa do të jetë bileta edhe 2 lekë, po të jetë edhe 100 lekë, nëse autobusi të ngel në trafik nuk do të funksionojë dhe nuk do të shkosh ti ose çdo qytetar më shpejt në destinacionin final. Nëse nuk do të ketë një ndërhyrje të konkrete mbi infrastrukturë, kjo është e pamundur që të ofrohet një shërbim më i mirë për shpejtësinë e lëvizjes, le të themi. Sepse sot transporti publik ka të gjitha kushtet e mundshme, sepse ato certifikohen autobusat nga institucionet shtetërore, jo nga operatorët. Ato kanë një vlerësim të komoditeti që plotson kushtet e brendshme të operatorit. Edhe për çdo shkelje që ato bëjnë, siç e përmend edhe në verën, nëse nuk ndizën kondicionerët, ato marrin shkeljen nga institucionet, nga kontrollet. Ju keni vënë re nga këto shkelje, të paktën le të referohemi këtij viti? Padyshim ka patur shumë, ka operator që ka 10 apo 20 shkelje monetare, le të themi, që ka vjen xhoba të posaçme për operatorët, siç për pastërtinë, për xhamin, për sjelljen, për zhurmat, për gjithçka që është e parashikuar në kontratën që kemi me institucionet, çdo lloj penaliteti financiar për itinerarin. Ka shumë problematika që duhen përmirësuar apo? Nëse unë mendoj që e para dhe më e rëndësishmja është infrastruktura. Infrastruktura kur thëmë tërësi që duhen, me qenë se kemi transport publik vetëm me autobus në Shqipëri,
nuk kemi forma tjera me tren në underground, le të themi, duhet përqendrim më i madh institucioneve për të përmirësuar infrastrukturën. E ndërgjegjësimi qytetarëve përmes zonë infrastrukturën e krijuar, se në disa segmente të qytetit të Tiranës tashmë ekzistojnë korsitë e dedikuara, por ne jetojmë çdo ditë në Tiranë e shikojmë se si ato korsi zihen, si stacionet autobusit zihen me makinat individuale. Cilat janë dashur itineraret më të vështira për të përshkuar me autobus sot që flas? Aktualisht nuk mund specifikojmë, nuk mund ndajmë në gjitha, sepse me një farë kohë të gjithë itineraret janë të vështira. Kujtojmë këto që nëse në momentet e mëngjesit nga ora 7:30 deri në 9, tani që flasim. Tani që flasim, mendoj që në Tiranë është bërë një trafik e jashtëzakonshëm, sidomos pjesa që lidh terminalin e Jugut edhe të Veriut, cila ka trafik për dal nga Tirana, trafik për të futur në Tiranë. Sa do të nxjerrësh autobusa në rrugë, nëse do të ngjese autobusi më shumë se sa 10 minuta në trafik, stacioni Pasardhës është i sigurt, sepse do të ketë një mbingarkesë të njerëzve, duke qenë se është transport urban edhe njerëzit në çdo moment përqendrohen në stacionin, nëse ti nuk e kap itinerarin në kohën e caktuar, minutat e caktuara, padyshim që do të ketë një ngarkesë shumë të madhe të njerëzve, pastaj do të ketë edhe ankesa nga njerëzit, sepse vetëm për shkak të infrastrukturës. Nëse do të kishin korsi dedikuara, autobusat janë, autobusat funksionojnë, autobusat qarkullojnë. Aktualisht qarkullojnë me një shpejtësi shumë të vogël. Qarkullojnë në rrugë ku qarkullojnë edhe mjetet personale të individëve. Çka gati për ata që duan të përshojnë distancat shkurtra, bëhet më e lehtë për të mbërritur në këmbë, ndonjëherë se sa për të shkuar në 3 apo 4 stacione në autobus. Autobusi për 2 stacione, po themi, ose 3 stacione, asnjë nga qytetarët nuk e përdor për shkak të shpejtësisë së vogël të lëvizjes. Nëse do të kishte një shpejtësi më të lartë, edhe unë edhe çdo kush nuk do të merrte makinat personale në punë, sepse është një kursim në xhepin e çdo qytetari. Dhe fundit që kam dashnor është për sa i përket pasqyrimit dhe reflektimit që ka online qarkullimi i autobusëve. Është ndërmarrë një nisëm përpara pak kohësh për të pasqyruar dhe oraret e pritjeve në stacione, njësoj siç funksionojnë edhe vendet e Bashkimit Evropian. Është funksionale diçka e tillë në vendin tonë tani që flasim? Për të theksuar nga udhëtimi i parë që kisha në Londër, pas që kishte një transport të jashtëzakonshëm. Unë nuk kisha nevojë as për kushërinë, as për vllajën, as për shok që të pyes ku të shkoj, ku jam edhe ku të shkoj. Sepse koordinoheshin në mënyrë perfekte në Google Maps. Nga telefoni të jepte mundësinë për të shkuar ku duash, si të kesh një njerëz për dorë që të tërhesh, do të shkojmë këtu, do të ndalem këtu. Njëtën gjë kërkova kur i riktheva këtu dhe ishte synimi joni bashkë me grupin tjetër të punës që duhet ta bëjmë diçka tjetër sepse u shërben edhe qytetarëve shqiptarë, por edhe turistëve. Çfarë ndodhi? Aktualisht është bërë një sistem i azhurnuar për transportin urban, ti mund ta shikosh në çdo kohë, në vendin ku je, vendin ku do shkosh, por kjo do një përmirësim të adresave. Për gjithë linjat e transportit urban. Të gjitha linjat. Të gjitha linjat e transportit urban në qytetin e Tiranës sot aktualisht monitorohen nga Google Maps. Kushdo qytetar apo turist mund të kërkojë vendin ku do të shkojë, jep koordinimin midis linjave, të tregon se sa do të ecësh në kam, ku të marrësh stacionin, cilën linjë të marrësh, ku do zbesësh, është e koordinuar njësoj siç është jashtë. Dhe besoj që kjo ka ardhur më së shumti në ndihmë edhe turistëve të huaj, të cilët kërkojnë një orientim, sepse ndoshta qytetarët shqiptar dinë t'ia gjejnë zgjidhjen në momente të vështira. Edhe qytetarët nuk kanë arsye që të pyesin ku jam dhe ku do zbes. Kujtoj këtu që kjo është edhe një ndërlidhje me linja ndërqytetëse. Linja ndërqytetëse janë me informacione statike, me orare statike, kurse linjat urbane shikojnë në çdo moment, nëse autobusi ka ngesur në trafik, ti e kupton se sa do të vonohet. Pra, aty të shfaqen edhe minutat e pritjes, sa duhet të presësh për të ardhur. Edhe minutat e pritjes, nëse do të zgjatet trafiku, do të jep edhe që të tregon që do të zgjatet koha e pritjes. Për linja ndërqytetëse janë informacion statik, por ekziston edhe është një koordinim midis linjave urbane dhe ndërqytetëse. Nëse do të jesh në qendër, tregon cilin autobus të marrësh, ku të zbesësh te terminale dhe cilat linja të marrësh për destinacionet finale jashtë qytetit. Dashnor Memaj, falenderoj shumë që ishit në programin tonë sot për të dhënë disa shpjegime në lidhje me rritjen e çmimit në 2 linja, pra Paskuqani edhe Kamza, por edhe me gjithçka sa i përket infrastrukturës dhe risit që janë përfshirë së fundi edhe linjat urbane kryesisht të Tiranës, pra të kryeqytetit. Faleminderit shumë. Do të ecim me programin Zonja dhe Zotrinj, është momenti për të shkuar tani tek horoskopi dhe tek Jorgo Pulla, i cili vjen pas pak në ekranin tuaj për t'ju treguar se si do të nisë kjo javë për të gjitha shenjat tuaja. Qëndroni në Radio Televizionin Shqiptar.